Po diskutojmë këtë çështje me një sër shtetesh për sa u përket këtyre qendrave të kthimet. Dhe këtë e shoh në fakt si një çështje novatore, të re dhe të rëndësishme, e cila është në përputhje me punën që ne kemi bërë për shembull uljen e numrave nga Shqipëria, puna që kemi bërë edhe për zbatimin e ligjit, edhe me vende të tjera, marrëveshjet e kthimit që ne kemi, numrin rekord të kthimeve që kemi pasur dhe ajo që dëshiroj të arri edhe është që të shtoj pra këto qendra kthimi, sepse po I bëjmë këto diskutime tashmë dhe në kohën e dur do t'ju jap edhe hollësira të mëtejshme. Ndërsa në lidhje me hotelet e azilantëve, siç I quajmë ne, pra akomodimet për ta, duhet jemi shumë të qartë sepse kemi këtë problem që kemi dhe kjo është për arsye se qeveria e mëparshme në Mbretërinë e Bashkuar ka bërë një eksperiment me kufi të hapur dhe përveç kësaj nuk kanë kryer edhe të gjitha të ekzaminonin kërkesat për azil, që do të thotë që 10 mijëra azilant mbetën sepse situata e tyre ishte e tillë që as nuk u jepë përgjigje, as nuk u I kthenin, pra dhe numri I tyre u bë gjithnjë më I madh që u desh pra që ato të komodoheshin diku dhe këto ishin paratet atim paguesve dhe kjo është ajo situatë skandaloze të cilën ne kemi gjetur. Mënyra se si duhet zgjidhur është kjo punë që ne po bëjmë, që personat t'i ndalojmë që të mos vinë në Mbretërinë e Bashkuar në formë të jashtëligjshme dhe për këtë arsye ky summit, puna që ne kemi bërë me Shqipërinë, me vende të tjera, është jetike, por edhe që të ekzaminojmë të gjitha ato kërkesat të tyre që personat të kthehen në vendet e tyre dhe më vjen shumë mirë që edhe një herë kemi përveshur mëngët, kemi bërë punën e duhur dhe tashmë ne kemi kthyer 24.000 persona të cilët nuk kanë pasur të drejtë që ndronin në Mbretërinë e Bashkuar dhe kjo është shifra më e lartë për pothuajse 10 vjet dhe do vazhdojmë ta bëjmë këtë punë edhe në të ardhmen. Faleminderit.